But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this song's for you. And you can tell everybody this is a song. This may be quite simple, but now that it's on, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. How wonderful life is, what you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, they've got me quite cross, but the sign be quite kind. While I wrote this song, it's for people like you that keep it turned on. So excuse me, forgotten, but the things I do, you see, I've forgotten if they green or they blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest I've ever seen. And you can tell everybody this is a song. This may be quite simple, but now that it's all, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. How wonderful life is, what you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. How wonderful life is, what you're in the world. In the world. Thank you. Ndoqëm pra dhe interpretimin e Albit edhe Angelos në këngën Your Song, tu të lutem. Tani është momenti të marrim mendimin e panelit, dua që i parit më flas Kristi. Albi, po... Sigurisht që unë e kam për detyrë t'jem edhe më i thellë se ç'duhet, në fakt, sepse nuk është e lehtë t'japësh opinion mbasi ke bërë një javë prova. Nuk i kam unë nxënësit, megjithatë në këtë rast e kam edhe më të thellë mendimin. Po, në fakt Albi ishte më i trajtuar, i dha ngjyra më rocku, një këngë pop. Për këtë jam dakord në kuptimin filozofik që është zgjedhja e natyrës ti, do të preferoja që baza orkestrale të paktën të kishte qenë edhe më afër ngjyrës për secilin nga këta, sepse mu duk sigurisht e vetmja gjë që nuk shkonte në fakt zgjedhja e bazës. Albi e organizoi më mirë në tërësi veten e tij tek kjo melodi, ndërsa Angelo është një tip interesant, me thënë drejtën, që është në kërkim të vetvetes, në kërkim të stilit të tij dhe shpresoj që ai do ta gjej, por në R&B është shumë i mirë. Në R&B. Foli? Unë inkurajoj Angelon, sepse i është futur me tërmend një fushë shumë të vështirë, të konkuroj dhe të sfidoj me Albin, i cili dihet që ka vlera dhe zotron vlera shumë të mira vokale, timbrike, tjera.
është sigurisht ka punuar më gjatë, dhe në këtë rast, sigurisht unë mendoj që Albi ishte më evident se Angelo, edhe përsa i përket këngës. Pavarësisht se Angelo është nxënësi im, e inkurajoj dhe shpresoj që me Angelon erës tjetër, ndoshta nëse do të kemi një sfidë me Albin apo me dikë tjetër, t'i japim më të mirën tonë të mundshme. Po, vetëm se unë në fakt dhash një informacion të shkurtër përpara se djemt të këndoni, nuk e di nëse keni dëgjuar sepse ka kaq shumë ovacione këtu në publik, dhash informacionin që është punuar në mënyrë të diferencuar me djemt në raport me këngën e cila është një balad dhe Albit, pedagogu i tij, që është Bojkeni, ja ka trajtuar më shumë si rock, ndërsa ti Koli ja ke trajtuar më shumë R&B. Pra, e dhash apo safat këtë sqarim në mënyrë që edhe analiza që të bëhesh më pas. Ke drejt, ke shumë drejt, sepse normal këta janë dy profilet ndryshëm në fakt, dhe atëherë nëse do flasim teknikisht, për mua ishin korrekt të dy çunat. Domethënë paktën nuk ndjeva nivele intonacioni, domethënë notat stonuara etj. Atëherë ishin korrekt, por duhet të jemi sinqert që në veshin tim, domethënë Albi tingëlloi më bukur se Angelo. Mariza? Në fakt, pati një diferencim, nuk e di mbase edhe fonia, nuk e di, por Albi është dëgjuar shumë më mirë se Angelo. Por përsa i përket djemve, unë dua të them që të dy më kanë pëlqyer shumë, më kanë dhënë emocione dhe pavarësisht se të dy e trajtuar në mënyrë ndryshe nga origjinali, do më pëlqente në fakt ta dëgjoja edhe një pjesë të originalit, pak brishtësi në këngë, pak emocion më tepër. Megjithatë, edhe mënyra se si e trajtuan djemt ishte shumë e mirë. Më pëlqyen që të dy. Faleminderit Piroja. Ndryshe nga sfida e mëparshme e vajzave, dhe unë shikoj që pedagogët këtu me të vërtet ne kemi mundësi të gjykojmë për një performancë shumë të mirë nga të dy djemt. Kështu që mendimi im është, meqense Albi tha që ka bërë ca rrugë gjatë, më shumë se sa kjo ndjehet, është evidente, por edhe unë mendoj që Angelo është duke ardhur me avion, sepse ky djalë pa diskutim që këtë performancë për mua Albi pa diskutim që ka të fituar, por këtu unë do të ndalem ke Angelo, sepse për mua Angelo është surpriza. Qofse javës që kaloi e dëgjova në R&B sot, e dëgjoj në një material i cili për mendimin tim duhet ishte për Angelo një ton më sipër, se ka pak poshtë, dhe aty do të shndriste me të vërtet materiali. Por do t'i them Albit diçka, që në krahasim ku fitoi pik konkurrenti Angelo ndaj teje, jo në vokal, po ai u përqendrua shumë në të kënduarën, nuk u shpërnda në strofë, nuk këndoi i unifikuar. E filloi shumë bukur me një mikrofon stativ, dha nga vetja, u përqendrua dhe pastaj doli në strofë të dytë në refren, interpretoi dhe aty neve na dha emocion. Kështu që mendoj, kujdes, Angelo është një djalë shumë i talentuar që për mendimin tim ka mundësira që të eci akoma dhe më shumë. Po, Juli? Në fakt është e njëjta gjë që po mendoja ndërsa Piro po fliste, ndërkohë që shikoja Albin, të këndonte do ta kisha dashur ti kishte dhënë pak më shumë emocion. Pasi lëvizte në përsken, ndërkohë që duhet përqendrohesh më shumë edhe në këngë, por edhe tek publiku. Angelo ishte më i përqendruar dhe vërtet më pëlqyen. Më pëlqyen të dy djemt. Albi ka një timbër të mrekullueshëm. Faleminderit, po Diana. I dëgjova me vëmendje sfidën dhe u shlodha. Më pëlqeve shumë Albi është artist, i çon gjërat bukur dhe të emocionon. Dhe Albi është shumë i kompletuar, të kam ndjekur dhe nga shtëpia, domethënë, më pëlqen për gjithçka që e trajton këngën dhe individualiteti që i ka dhënë profesori i arriti qëllimit, sepse vërtet ka treguar individualitet në punën artistike që ka bërë me ty dhe e nxori. Dhe ju ja dhat profesorit të satisfaksion. Kurse për juve, shumë komplimenta. Për ju, me të vërtet jam dakord me Piro Çakon, që vërtet je shumë i veçantë, po ke vërtet dua ca kohë që akoma të evidentoj në mendjen time, që të gjej atje ku je. Por, prap, je shumë interesant. Shumë, më pëlqen. Faleminderit.
Dhe tani është momenti që të marrim vlerësimin e publikut për 3 sfidat e para të Kantos. Ndjekim për sfidën e parë, mund të qëndroni këtu, mund të uleni si të keni dëshirë. Ndjekim për sfidën e parë midis Semit edhe Ornelës, të shikojmë se si kanë votuar teleshikuesit. Pra është vota e natës së sotme. Semi apo Ornela ka marrë mesazhe, ka marrë Semi, se sa Ornela. Vazhdojmë me sfidën tjetër, të shikojmë sfidën midis Sarës edhe Silvanës, të ndjekim.